Sot nuk kemi një histori të zakonshme. Është historia një burri I cili ka pasur pothuajse gjithçka në jetë. Para, pushtet, kontroll. Por sot jeton me frikë. Ai thot se parat nuk të bëjnë të lumtur, përkundrazi ndonjëherë mund të marrin gjithçka. Kjo është seanca e parë e Bledit. Bledi, mirë se vjen në seanca e parë. Mirë se u gjeta. Bledi, ti sot thua se je penduar. Pse? Sepse kisha gjithçka. Mundova të para, po humbati gjitha. Shumë shka. Çfarë ke humbur, Bledi? Familjen, dignitet, karakter. Të gjitha. Dhe si ndihesh ti mbas kësaj situate që ka ardhur kështu në jetën tënde? Jetë bosh, jeto. Me frymë. Bledi, ti e ke ushtruar këtë aktivitet të paligjshëm për gati 12 vite, më ke thënë apo jo? Shumë e saktë. Po thuaj se 12 vite. Atëherë kur ti e ndërmore këtë aktivitet, çfarë iluzionesh kishe në mendje? Sepse paraja të jep gjithçka. Dhe po s'kesh para, çdo gjë e ke. Mund të kesh kontroll. Mund të kesh pushtet. Çdo kush do të doj, çdo kush do të respektoj. Sot si je ti? Ndihesh respektuar, ndihesh se ke kontroll? Pas pak. Ndosha frikën më kanë, kontrollin mund ta kem nga iluzionet e dikush. Nuk s'ka më kontroll dhe nuk kontrolloj. Shumë njerëz më shkojnë akoma me atë frikën. Wow, Bledi. Të kam frikën pse? Ideja që ti ke para dhe mund të kontrollosh njerëz, situata. Po. Mund të bësh çfarë duash. Po ti si e ndjer kur ka kuptuar që njerëzit ty ta kanë frikën? Dikur më pëlqente. Sot është shumë e frikshme të kem frikën. Po pse e thua këtë, Bledi? Po ta them këtë sepse po të kem frikën, nuk do të lënë të qetë. Sepse ta kam frikën. Po mundohet të gjejmë pikën e botë. Në kuptoj, pra në një farë mënyrë ti e ndjen gjithmonë veten në shënjestër. Çdo kush është në shënjestër. Ku njerëzit fillojnë ta kenë frikë. Parat që doje, që ti synoje, ja arritet I kesh? Shumë. Ma jo ndër e parë e nisur. Çdo. Çfarë të duhen më sot? Çfarë ndjen sot që ke kaq shumë para? Bosh. Shumë bosh. Isha më plot kur isha njeri I thjesht. Lëvizja rrugët e Tiranës, pa asnjë lloj frikë. Me autobus. Sot nuk lëviz dot në rrugët e Tiranës. Londër, Bruxelles. Ke frikë, Bledi? Nuk kam frikë, s'jam tip apo karakteri frikës, por njerëzit të shikojnë, wow, Bledi, është shumë e frikshme të kenë frikë njerëzit. Ndoshta dikush duhet ta kuptoj që do të dëgjoj këtë. E kuptoj pse e thua, sepse nëse do të shija unë dhe Jona për shembull që nuk të njohim, për ne do ishte një I huajt, do ishim indiferent, por ndoshta ti ju referohesh disa njerëzve në rrethet të caktuara, apo ndoshta edhe drejtësisë, policisë, nuk e di. Jo, s'kam probleme. Unë kam kryer dënimin tim, jam I larë. Sa vite je dënuar, Bledi? I kam bërë 2 vjet e 8 muaj. E kam dalë me garanci pasurore. Kur ke nisur të pendohesh? Kam nisur pendohem kur unë u përballa me drejtësinë belge. Ishte një gjyqtare shumë e mira. Kujton se çfarë të tha? Po, e kujtoj. Ju, shqiptarët, keni shumë guxim, po nuk merrni asnjë parasysh pasojat. Nga ky moment ti do të kuptosh pasojën tënde. Edhe është vërtet fjala e saj. Si ka qenë përjetimi yt në izolim, në dënim? Po, unë kam qenë më pjeni 8 shqiptar në atë institucion edukimi. Dhe shaj pjesa që nuk të duhen më asgjë. Qoftë lekët, për disa mira, 100 euro. Qa të duhen më? Nuk del dot atje te kafe lagjës, për ishte ratë. Se pisha të kafe, 1.000 lekë. Ta problem të ikës në darkë shtëpi. Edhe se harove derën e shtëpisë, pa mbyllu me çelës. Nuk e kontrollon, se s'prej të vi njeri. Të kuptoj shumë mirë çfarë do të thuash. Bledi ti je I divorcuar. Ke 2 fëmijë. Po. Pse erdhi divorci në jetën tënde? Sepse ish bashkëshortja ime nuk mund të rinte me frikën e Bledit. Pse duhet vuan të frikën e Bledit? Dhe unë jap shumë drejt asaj. Ka shumë drejt. I kërkoj falje të rjetën. Nuk ka monedh si mund ta paguaj. Ndjen dhimbje për familjen që se ke më? Shumë. Atyre nuk më ngon asgjë. Kur ka qenë hera e fundit për ty që ti e ndjer I qetë? Para Covidit. Si ishte jeta jote asë kohë? Unë kam qenë menaxher shumë I mirë. Fushja tregtisë, produkt, ndër 10 më të parat në Tiranë. Produkte ushqimore. Jetoja mirë. Në ato kohë mira 1.500, 1.300, 1.400 euro. Edhe prapë nuk më dilin, ndoshta jeta e shtrënde Tiranës.
Ndoshta ëndrat e gabuara bëren këtë që unë jam sot. Nëse do ishe kthyer pas në kohë, çfarë do kishte ndryshuar në zgjedhjet e tua, Bledi? Thjesht nuk do kisha bërë të kthesh në jetë, do vazhdoja atë që kisha. Isha shumë lumtur. Kisha një makinë të thjeshtë, kisha një shtëpi modeste të vogël, ashtu me kredi. Herë venim me pushime, herë nuk venim. Po papi ishi mirë. Qeshnim darkë shtëpi. Isha shëllark në shtëpi. Nuk e fika kur telefonin. Deshim dhe me gotuj. Sot mund të pish vera me të shtrenjtë, po prap nuk tehesh dot. Nuk e ndje kënaqësi. O Bledi, të ndjesh shumë të brengosur. Si është jeta jote tani? Ndroj 4 makina në javë. Ndëron 4 makina në javë. Të shpia që sot nuk pren nesër. Nuk e pikapem kur në të njëjtin vend. Nuk ri kur në të njëjtën lagje. Bledi do të kuptoj pse nuk e pi kafen në të njëjtin vend. Unë jam penduari, kam marrë dënimin, jam okej. Por duhet të dish një gjë, Jona, kur ti dikur ke qenë i pushtetshëm, i fuqishëm, i çdo gjëje, mund të presh edhe sholli goditje. Nga momenti moment, nuk e dim. Kur ti je në këtë lloj bote të errët, duhet të jesh i përgatitur se goditjen e ke nga momenti në moment. A ka pas në një moment që ti je afruar, pra të ka ndodhur realisht kjo gjë, apo janë mendime që 3 herë. i ndjen brenda vetes? 3 herë. 3 herë. 3 herë. Pra je kërcënuar 3 herë fizikisht. Tentativë të vërtet, Ka ndodhur vetëm një herë jashtë në Europë. kjo është arsyeja pse ti ruhesh kaq shumë, do të thënë është një frikë e ngritur brenda edhe jashtë kur del. Kuptoje, nuk ruhem vetëm unë. Këto lloj nivele të ruhen. Jo, Blendi ka një situatë që po mendoja që mund të ishte e kaluar, pra i ka ndodhur më përpara, edhe tashmë ai Kjo situatë është e kaluar, po frika do të ekzistojë tërë jetën sa të kesh jetën. Por frika do të ndjekë tërë jetën. Blendi do të kuptoj pjesa e frikës ose pjesa e ngjarjeve që ty të kanë lënë më shumë gjurmë, janë këto të ardhura pasi ti ke dalë nga institucioni i redukimit, apo janë edhe ngjarje që ti ke kaluar atëherë ndërkohë që merresh me këtë? Pasi del nga institucioni i redukimit, sepse do të kështu. Të gjithë parësit vend në institucion i edukimi janë të fuqishëm, të pushtetshëm, kanë asete, kanë njerëz. Ndojnë të gjithë pasi del nga institucioni i riedukimit. Po përpara ka pas ngjarje të rëndësishme që ty të kanë lënë gjurmë në kujtesën tënde? Jo, vetëm sepse je i pushtetshëm, je i fuqishëm. e kuptoj. Pra vetëm mbasi ke dalë je i përballur me këto ngjarje. Ka ndonjë ngjarje në veçantë që ty të ka lënë më shumë gjurmë nga këto që ke kaluar pasi ke dalë? Pasi dola, unë jam resident british. Doja të shkoja të qetësosha pak. Diku në Glasgow, është qytet shumë i bukur. Është qytet që mund të pish një gotë verë, të dëgjosh një planat, të thosh një libër. Të vjen një zarf, edhe vetëm me një tek fotografi. Në fotografi ishte vetëm një arkivol. Asgjë tjetër. Qa pret? Qa ke menduar në ato momente? Ose kishe diçka që të vinte ndërmend në lidhje me mënyrën se si duhet veproje nga i momente tutje? Po, nga moment është gjë me e thjeshtë të bësh, çdo kush e di këtë gjë. Do dalësh nga tualeti i atij bari, do heqësh supin, do hedhësh telefoni poshtë, nëse ke kapele, do hedhësh, nëse nuk ke do e blesh, dhe nuk do humbasësh, ke 20 minuta kohë për të ikur nga qytet. Çfarë të ndodhi ty kur dole nga lokali? Jo, unë bëra gjën e duhur. Unë lajmërova policinë atje. Bëjmë gabime unë jetë. Kam bërë bëu gabime. Ke bashkëpunuar ndonjëherë me policin? Direkt. Po, në Britani, po. Kjo pasi të ndodhi periudha e pendesës. Pasi, unë kam dalë nga institucioni i riedukimit. Të pyes edhe sa kohë ka që ti ke marrë kërcënimin e fundit? Ka kaluar goxha, po rreth një vit e sa. Asha pas 2 vjet po bë. Por akoma vazhdon në njëjta ndjesi e terrorit, apo jo? Që mund të përsëritet ose mund të ndodhë. Nuk tekën kjo ndjesi. E ke gjithë kohës? Nga momenti kur zgjohesh deri kur shkon në gjumë? Po, gjumin e bën çdo gjysmore ne. Nuk bëhet 8 orë gjumi asnjëherë. Jona, dhe për ta kuptuar pak këtë moment, Bledi jeton në një situatë alerti të përhershëm tani. Çfarë mund të ndodhë aty më pas ose me çfarë do duhet të përballet? Në fakt i ka ndodhur. E ka ndodhur. Ajo që përshkruan, ka bërë një rutinë
të tillë që i ka bërë aktivizimin e hipervigjilencës. Pra është, siç e kemi shpjeguar në shumë histori të tjera, ndodhi njëjta gjë që truri jon bëhet alert për rrezikun. Dhe duket se ky alarm nuk është fikur asnjëherë, kjo duke qenë jo vetëm sepse ka kaluar ngjarjet e hershme, po edhe se ka përsëritje mbrapa. Pra, sidomos pjesa kyçe është mbasi ai ka dalë nga institucioni, siç e shpjegoi, dhe është përballur me kërcënime. Dhe kërcënimet janë shumë të rrezikshme për pjesën e trurit, sepse ato fillojnë edhe mbeten në një situatë ku të aktivizojnë të gjithë vigjilencën që ne kemi, sepse duan që të mbrohemi nga rreziku i parashikuar. Për këtë ai e vuan edhe sot, edhe siç po e shpjegon, edhe po e kuptoj dhe unë, ka të njëjtin ritëm të jetës, pra të gjumit që ka bërë atëherë, ndoshta edhe të ushqimit, ndoshta edhe të rutinës së përditshme, ku thot fle çdo gjysmëore, edhe kjo e ngarkon shumë trurin, pra ti fillon momentit kur fle gjumë, je në një pushim të shkurtër, nuk plotson mjaftueshëm ato fazat e gjumit që do bënin qetësimin ose arritjen e qetësisë, dhe të momentit ku je në qetësi ti vuan pendesën, jeton me frikën, pra çdo hapësirë e kohës dhe e ditës është e mbushur me një ndjenjë të frikës së lartë. Dhe kjo aktivizon dhe të mban në ngarkesë të vazhdueshme. Po është terror i madh ti jetosh kështu. Absolutisht, po. Është një terror dhe e para që ne rekomandojmë për raste të tilla është patjetër siguria fizike. Momenti që Bledi do të ishte për shembull një vend ku nuk do të provokojë kërcënimi, ku nuk do të ishte i rrezikuar nga rreziqe që janë të menduara nga i vet ai që mund të ndodhin, apo janë reale që mund të ndodhin, në atë moment ne mund të punojmë në nivelin psikologjik, që do thotë të sheshojmë trauma, të sheshojmë elemente traumatik që mund të ketë lënë kjo ngjarje, apo të ankthit që provokohet dhe zgjon këtë hipervigjilencën në trupin e tij. Vetëm në atë moment ne mund të punojmë me pjesën psikologjike, po përderisa ai thotë që unë ndihem i kërcënuar sepse më ka ndodhur këto ngjarje ose pritet të ndodhin, atëherë sado që ti punon dhe qetëson ta largon atë që ka ndodhur, është risku për të shfaqur sërish një kërcënim i ri. Po, sepse është një rrezik real, nuk është një rrezik imagjinar. Po, dhe për fat të keq janë shumë persona të tillë që vuajnë, domethënë pasojat e të shkuarës, por tek Blendi shikoj që ai vuan diçka që është aktive akoma. E mendon që nëse ti do të ishe i sigurt edhe në një vend ku nuk do të provokojë ndonjë kërcënim për ty, ti mundeshe ta tejkaloje këtë moment? Po, ndoshta, shiko, duhet kuptoni një gjë, siç e citova edhe pak më lart, unë jam shtetas britanik. Unë Tiranë vi vetëm sepse kam një detyrim jetësor, moral, ekonomik, ndaj familjes, ish partneres time dhe 2 fëmijëve të mi. Po në Britani ndihesh i sigurt? Ka disa zona të Britanisë që janë të sigurta, jo komplet Britania. Bledi, ti thuaj që tani je tërhequr